Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin e thellë për zhvillimet e fundit që konfirmojnë qartë rritjen e ndërhyrjes së botës serbe dhe ndikimit rus në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pozitarja shqiptare thotë se dëshmia e kësaj ndërhyrje është dhe rasti i fundit me aktorin serb-rus Milos Biković. Këto fakte sipas BDI-s tregojnë qartë se nën qeverinë aktuale Republika e Maqedonisë së Veriut po shfaqen hapje gjithnjë më të mëdha ndaj ndikimeve të huaja që rrezikojnë kursin euroatlantik të vendit. Tashmë doli në pa. Ideja e Mickoskit, vegël e projektit famkeq të botës serbe, është të pengoj bashkimin dhe përfaqësimin e fuqishëm të shqiptarëve. Vetëm në këtë mënyrë, ai dhe patronët e tij nga veriu do të mund të vazhdojnë të poshtrojnë popullin shqiptar, duke mbajtur në pushtet politikanë shqiptar të nënshtruar e të dobët, si ata të Vlenit, që heshtin vetëm për të ruajtur karriget e tyre. Edhe Alianca për Shqiptarët shpreh shqetësimin e thellë lidhur me promovimin dhe përkrajin që pushteti aktual i projekteve të lidhura me figura dhe struktura që hapur përfaqësojnë interesat e botës serbe dhe ndikimit rus në rajon. Takimi i kryeministrit Tistra Mickovski me aktorin serb Miloš Biković, i cili së fundi ka marrë shtetësi ruse me dekret të presidentit Vladimir Putin, sa ka qenë i pritur prej tij për rolin në filmin propagandistik Kufiri Ballkanik, thon nga Alianca për Shqiptarët. Ndërkohë që ndikimi i botës serbe dhe projekteve me përkraje ruse po shtohet në vend, Bleni duket më interesuar të manipulojë opinionin me histori të kaluara se sa të reagojë ndaj zhvillimeve reale që rrezikojnë sovranitetin dhe orientimin perëndimor të Maqedonisë së Veriut, thuhet në reagimin e opozitares shqiptare. Bota. NATO po zgjeron misionin e saj ajror Eastern Sentry në krahun lindor të territorit të bllokut pas një incidenti të fundit me dron rus që hyn në hapësirën ajrore të Polonisë. Britania e Madhe njoftoi se do të kontribuojë me avion luftarar tip Typhoon, njoftoi shtabi i lartë i aleatëve të NATO-s në Europë. Përveç tyre, Italia, Spanja dhe Suedia gjithashtu kanë shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në mision. Italia synon të ofrojë 2 avion Eurofighter, bëhet e ditur sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA. Deri tani Gjermania ka angazhuar rreth 4 avion tipi Eurofighter për fluturime mbrojtëse të armatosura. Franca ka ofruar 3 avion Rafael, Republika Çeke ka angazhuar 3 helikopter dhe Danimarka ka premtuar 2 aeroplan tip F-16 dhe një fregat mbrojtje ajrore. Britania e Madhe nuk ka specifikuar ende numrin e avionëve që do të dërgojë. Presidenti polak Karol Nawrocki i bëri thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen pas një ndërhyrje të dronëve rus në hapësirën ajrore të Polonisë. Në një intervistë me gazetën gjermane Bild, Nawrocki tha se duhet të bëjmë gjithçka që të jemi gati për luftë sepse vetëm kjo siguron paqen. Ai shtoi se priste që sulme të tilla në territorin e NATO-s të mos ndodhin përsëri, dhe sa alianca do të ishte dhe më e përgatitur. Vetëm sanksionet e Trump mund të ushtrojnë presion mbi Putinin për t'i dhënë fund luftës dhe për të ruajtur integritetin territorial të Ukrainës, ta ai duke shtuar se Europa duhet ta mbështesë atë në këto projekte. Qeveria britanike kritikoi ashpër fjalimin e Elon Musk përmes videokonferencës në demonstrata të mëdha të djatëve në Londër. Kryeministri Keir Starmer i quajti deklaratat e Elon Muskut si të rrezikshme, por megjithatë refuzoi sanksionin ndaj miliarderit. Starmer shkroi në platformën X se Britania e Madhe është një kombë që krenohet për tolerancën, diversitetin dhe respektin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.